Dalja e lumit Seman nga shtrati në bashkinë Dimal ka dëmtuar qindra hektar sera të mbjella me perimet të stinës. Fshati Goriçan është më i dëmtuari ku edhe këtë të diel, në ditën e 4 të shirave, uji vazhdon të mbajë të përmbytura tokat bujqësore. Dëmet sipas banorëve arrin në miliona lek, edhe për familjen Goga të kthyer nga Gjermania për të punuar në vendlindje, përmbytja nuk i kurseu serat. Erigiz Goga ishte në pritje të vjeljes së domatës, kur serat ju përmbytën deri në 1 metër. Sot për shkak të qëndrimit të gjatë në ujë, prodhimi është kalbur. Kam qenë në emigrim, me gjitha kursimet e jetës, të gjitha lekët që kemi bërë në emigrim, i shpenzuam, investuam dhe jo çfarë na ndodhi me investimin që kemi bërë. Është bërë një investim shumë i madh, edhe është e pamundur që ne t'ja dalim me këtë situatë. Pa një ndihmë nga shteti, është e pamundur t'ja dalim me këtë situatë. Ne për 3 javë kemi porositjen e fidanëve të rinj që ta rimbjellin përsëri, jemi të detyruar të paguajmë faturën e fidanëve sepse e kemi bërë porosinë. Përmbytja e tokave bujqësore rrezikon edhe mbjelljet për sezonin e ardhshëm. Fermerët pohojnë se kanë porositur fidanët, por nuk mund t'i mbjellin. Balta dhe lagështira e tepërt e bëjnë të pamundur mbjelljen edhe për disa muaj. Fermerët kërkojnë ndihmë nga shteti pasi kursimet e tyre ata investuan në këto sera, nga të cilat sot nuk mund të shesin asgjë. Kemi paguar lekët e fidanit para kohë na kanë marrë, ne na t'i gjejmë tani këto lekët që t'i hedhim tani. Kemi serën tjetër, 3 lyme gjysë atje, mesator me domate, asnjë kokër s'kemi shitur edhe ande, edhe këtu edhe ande. S'kemi çfarë të bëjmë. Po ndihmoj shtetin, na ndihmoj, s'na ndihmoj. Dorën e Zotit jemi. Asnjë ndihmë s'kemi marrë nga shteti, po bëjmë kaq vjet me serat, asnjë ndihmë s'kemi marrë ne vetë. Të tjerët kanë marrë, ne s'kemi marrë. Dëm i madh, shpenzime të mëdha. Fëmijët i hoqëm gjina bota, i prumtu thamë bëni serë. S'kishim i qa mirë që ke përzy. I meni shëqanat në odhi meni me këta fëmijët. Në bashkinë e Dimalit, problem beten tokat bujqësore në për të cilat uji po largohet më ngadalë, pas janë të bllokuara kanalet kulluese. Në disa zona ato mungojnë fare, çka solli përmbytjen e tyre, ndërsa uji është larguar nga fshatrat Çiflik dhe Arrës dhe banorët kanë nisur pastrimin e banesave.